Ka nisur testimi PIRLS që në datën 10 mars deri në datën 27 mars, i koordinuar nga gjitha agjensitë që ne kemi në varësi, sigurisht sepse kërkon një bashkërendim të punës, janë 4480 nxënës që kanë marrë pjesë në gjithë Shqipërinë. Testimi PIRLS ka në fakt vetëm kompetencën e të lexuarit dhe aftësitë që ka nxënësi në gjuhë dhe sigurisht që ne kemi bërë një provë e cila në fakt administratohet nga të huajt edhe gjatë muajit qershor të vitit të kaluar dhe tani ishte ajo që quhet testimi përfundimtar ose main study që tregon eksaktësisht se çfarë ka ndodhur me aftësitë e këtyre fëmijëve 10 vjeçar. Dhe ishte një sfidë shumë e madhe sepse për herë të parë testimi PIRLS ka qenë digital, kështu që na është dashur për rreth gjatë 2 muajve të kishim një trajnim të mësuesve, të nxënësve dhe sigurisht të shkonim drejt testimit PIRLS gjatë gjithë muajit mars. Janë 180 shkolla në mbar vendin, në të gjithë vendin, janë shkolla të cilat nuk caktohen prej nesh, por caktohet nga kompania e huaj që e drejton të gjithë projektin dhe sigurisht që nuk kemi të drejtën pra të përzgjedhim. Janë nxënës të cilët përzgjidhen sipas një algoritmi të caktuar nga ata dhe ne kemi detyrimin që këto shkolla t'i vendosim në testimin PIRLS.